Në asnjë rast ose në asnjë instancë, në votimet në kuvend, në gjitha legislaturat e deri tashme, vota për nuk është vot bllokuese. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces, ose abstenimi ose mosmarrja pjesë në fare në procesin e votimit, siç po e shohim këtu në kuvend. Do të thotë ne në asnjë moment nuk jemi për të bllokuar formimin e institucioneve, formimin e organeve të kuvendit e natyrisht edhe fillimin e rrjedhjes së afateve. Në raport me afatet, më lejoni të vë në vëmendje të gjithëve, që gjithashtu është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e parapar që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund të jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Kjo në pjesën e parë të procesit. Në pjesën e dytë të konsensusit të përgjithshëm politik, për zonjën Albulena Haxhiu, po voton përveç se grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, gjithashtu edhe të gjitha partitë me pak përjashtime të komuniteteve tjera jo shumicë. 2 nga komuniteti turk, 2 nga komuniteti bosnjak, 2 nga komuniteti egjiptian, e gjithashtu 1 nga komuniteti rom, 1 nga komuniteti ashkali. Dhe ato çfarë ne po e shohim, që po prezantohet këtu para jush, është që të 3 partitë tjera, të cilat po e kundërshtojnë, dhe një tjetër e cila është ndarë, përkundër që kanë marrë pjesë bashkë në procesin zgjedhor, po abstenojnë, duke tregu se kjo situatë është e papranueshme, se ne jemi bllokues. Tash edhe një herë po e ripërsëris, në cilin rrethon vota për është vot bllokuese, në asnjë rrethon. Përveç se në situatën ose në interpretimin i cili po bëhet sot nga ata që kanë kaluar ose deklaruan para nesh se ne jemi bllokuesit. Po. Vota për nuk është vot bllokuese absolutisht, mirë, po propozimi i njëjtës kandidate për të cilën ju si shumicë nuk i keni votat edhe po mendoni me ua imponu opozitës me në votu kandidati që ju postulani e që nuk i keni votat, që shpjegohet kjo nëse jo si blokad? Çfarë mundet me ju votu? Kjo vetëm mundet me ju emri se ndoshta opozita është duke e mendu se ata aktualisht për kundër i deklarimeve të tyre nuk i kanë votat për qeveri të opozites. Është mirë herën tjetër t'ju bëhet pyetja dhe atyne, a janë të interesuar për rrjedhjen e afateve dhe formimin e qeverisë, siç po e thonë se janë gati, atëherë le tregojnë a i kanë votat ata për qeveri. Se nëse i kanë votat për qeveri, atëherë munden me vazhdu me këtë procedurë. Shumë herë edhe parafolësi e përmendi, që nëse ne na kushtëzojnë krye parlamentaren, atër ne kushtëzojmë nën kryetar. I njëjti procesi votimit është me 61 vota. A i kanë ata 61? Po prandaj ne nuk po duam të jemi në këtë logjik bllokuese dhe s'jemi në logjik bllokuese. Ne po tregojmë se kandidatja jonë është zonja Albulena Haxhiu dhe ajo duhet të votohet me 61 vota, njëjtë sikurse edhe 2 parti tjera opozitare duhet të tregojnë kush janë kandidatë të tyre për nënkretar të kuvendit dhe ata duhet votohen në pako me nënkretarin e kuvendit që duhet jetë nga gjinia tjetër, nga grupi ynë parlamentar, që duhet të votohen me 61 vota. Dhe ajo është e garantuar në rast se ata votojnë për zonjën Albulena Haxhiu. Me radhë, po. Brenda Lëvizjes Vetëvendosje janë diskutuar zgjedhjet dhe qëllimi i Lëvizjes Vetëvendosje është që të shkojnë në zgjedhje bashkë me zgjedhjet komunale. Pra sërish për zgjedhje parlamentare në në fund zgjedhjet komunale. A qëndron kjo dhe qysh me dalë për kësaj situate? Ju nuk e bërë kandidatin, ata nuk e votojnë. Ndërkohë ju keni thënë që votat për formimin e qeverisë keni. Pse nuk kanë edhe votat sot për kalimin e kryetarëve? E para nuk qëndron, për arsye se unë i përmenda me radhë faktet edhe argumentet të cilat e tregojnë se ne insistojmë në formimin e institucioneve dhe konstituimin e organeve të kuvendit. Dhe pastaj të procedojmë në votimin e qeverisë. Prandaj shkuarja në zgjedhje për ne mbetet opsioni i fundit në situatën ku nuk ka asnjë reflektim për votimin e kryeparlamentares. Ndërsa kjo e dyta, besoj që ka mjaftueshëm kohë për të tregu a i kemi apo nuk i kemi 61 vota, se ajo pastaj shkon komplet në marrëveshje e cila bëhet publike dhe dihet se si është kompozicioni i qeverisë në ardhje apo i pushtetit apo i qeverisë tjetër, do të thonë qeverisë së re. Prandaj kjo çështje, këto dyjat nuk lidhen fare, se
mos formimi ose dështimi në formimin e qeverisë nuk sjell me do mos zgjedhje të reja, përveç nëse dështon disa heravazi, dhe ato afate në qartë të specifikuara. Por në këtë rast, ne kështu ose mund të shkojmë pafundësi ose të ketë një kërkesë në të cilën 30 ditëshi i prezantuar nuk është, domethënë, nuk kanë zgjerë një kuvend të konstituar dhe atëherë duhet menduar për një zgjidhje tjetër më të qëndrueshme. Po. Në kushtetues thuhet që brenda 30 ditëve të ndodhet seanca konstituive, nga po konstatoni që po thotë në kushtetues që brenda 30 ditëve të mbyllet seanca konstituive. Apo në atë vendim tjetër? Jo, nuk ka, po kjo është një deriçk, themi, për të fillu interpretim ose për të kërku interpretim të më të tjeshëm mbi afatet. Për arsye se kjo pjesë, siç e dini të gjithë, se tashmë ka disa procedura në pas zgjedhjeve dhe formimin e institucioneve të cilat janë të përcaktuara nëse jo me kushtetutë ose me ligj, me aktgjykim e gjykatës kushtetuese. Për këtë procedurë në veçantë nuk ka aktgjykim. Prandaj kjo mund të jetë një hap i radhës. Vetëm pak. Me radhë vlerëta pastaj po. A keni ndonjë datë të preferuar si vetëvendosje në rast se vendoset të shkohet zgjedhje, vazhdon kjo blokad, a do ta lejoni si parti e parë që të shkojë shumë gjatë me muaj kjo blokad, apo do t'i hapni rrugë ndoshta zgjedhjeve të parakohshme? Shiqoni, kjo situatë aktuale është duke e rëndu secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Kjo situatë aktuale në mos konstituim të institucioneve e në veçanti të kuvendit është duke shkaktuar edhe humbje të cilat drejt për drejt lidhen me mos miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, mos fillimin e procedurave për votim të cilat kërkojnë 2/3 në kuvendin e Republikës e shumë projekte tjera të cilat kanë bëjnë me procesin e integrimit. Do të kundërvlera e kësaj blokade ose të themi çmimi i saj është shumë i lartë. Asnjë moment nuk kemi të interesuar që kjo blokadë të vazhdojë. Dhe me të vërtet, ne po e ritheksojmë për të satën herë, që është në interes të gjithëve, që të reflektojnë, ashtu siç reflektuan edhe në rastin e mos votimit ose mos pjesëmarrjes në votim për raportin, për quorumin dhe verifikimin e mandateve të deputetëve. Edhe aty e patën një situatë në të cilin pastaj interpretimi doli krejt ndryshe prej deklaratave të tyre fillestare. Prandaj ne jemi shumë të qartë, siç ishim që në fillim, që me votimin e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, gruan më të votuar në Kosovë të dalë nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, hapim rrugë për votimin e nënkryetarëve të kuvendit dhe konstituimin e organeve të kuvendit. Një pyetje këtu dhe një pyetje atje, po. Na do t'i themi si partitë e tjera për konsultet, edhe nëse na do të përsëritet skenari njëjtë që për skenarat e fundit. Nëse përsëritet skenari njëjtë, deri kur vetëvendosja pres me shpërndosje opsionin e fundit, konstituimin e kuvendit derisa me shpërndarje në shkëmbim. A është po çështje Shihni, deklaratat tona para jush edhe para qytetarëve është që publikisht dhe në mënyrën më transparente të deklarojmë qëndrimin tonë. Është bë paksa e mundimshme të pritet ose të punohet me anë të letrave të cilat pastaj po refuzohen nga parti tjera për takime konsultative. Unë edhe një herë ju bëj thirrje që ata t'i thrasin themi arsyes dhe të tregojnë se janë të gatshëm të reflektojnë mbi vendimin e tyre bllokues deri më tani për të zhbllokuar kjo situatë dhe nuk e kemi asnjë problem për të garantuar dhe për të thënë publikisht që asnjë blokad tjetër nuk do të procedohet me votimin pastaj propozimit të 3 nënkryetarëve që vinë nga 3 partitë më të mëdha shqiptare, cili proces është i njëjti me procesin e zgjedhjes së kryetares së kuvendit. Një pyetje atje? Po. Po, urdhra. Vazhdo. E përmendëm të ditëshin, çka do në bëllë të djele, nëse atë në nga bërshal, ju nuk doni mos me propozu algoritmë, nuk keni propozimin në tavolin, opozitiva thot që nuk e votën Albulena Haxhiun, thonë që nuk po takohemi për takime konsultative, nuk është që ka të partë një hapë prej anës lëvizjes veçantë për takime konsultative që mund marrë me gjetë një këtë parlamentar konsultuar, që si që ka mas të tjere, se që i konë shëgatës kushtetuese. E kuptoni që çështja e koncepti i kryetares ose kryetarit konsensual nuk është diskutim ose nuk është kategori e cila është e paraport dikund. Është e paraport që partia fituese ose partia e parë në kuvendin e Republikës propozon kandidatin për kryetar dhe ai hudhet në votim njëjtë sikurse pastaj partit tjera propozojnë nën kryetar. Mbi këto terma jemi të gatshëm të bisedojmë.
kurdo që ata kanë gatishmërinë. Jo të bëjmë lojra politike në kuptimin se ne dërgojmë ftesa për takime e ata i refuzojnë ato, por në kuptimin se janë të interesuar që kjo periudhë të zhbllokohet, kjo situatë të zhbllokohet dhe të ecë periudha për formimin e qeverisë apo për votimin e qeverisë. Ju keni marrë emra konkret, për shembull, keni marrë përkraje prej aleancës për 2 emra, në këtë rast Saranda Bugujevsin, nëse doni me propozu pse është tërë ky hezitim me ndru emrin Albulena Haxhiut. Jo, nuk që partitë opozitare në këtë rast po e bllokojnë kuvendin, se nuk po lëshoni pe ajo dhe në këtë rast me marr votat të tyre. Për arsye se si e pare punës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me gjithë respektin është partia e 5 në radhë nga gjitha partitë të cilat kanë fitu, si është listu ose si është radhit. Ne flasim këtu për legitimitet politik dhe forcë politike dhe besim të qytetarëve, edhe i qëndrojmë besimit të qytetarëve se ka njapë forcës politike, besoj që ai duhet jetë koncepti, që të mos jetë kjo një çështje e diskutimit apo e pazareve, por në çështje e përfaqësimit të vullnetit të qytetarëve të Republikës. Edhe mbi atë koncept, edhe mbi këto premisa, edhe janë edhe propozimet tona. Ju falenderit shumë, shihemi së shpejti.